Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Po pyet vllaznia çka është dallimi mes xhavarixhëve edhe tekfirit, sepse shumë shpesh njerëzit i pështillën edhe i akuzojnë tjerë me xhavarixh. Unë e di që ja kum shpjeguar këtë meselë. Mirë po, vllaznia e përmendën që nuk shkurtimisht, veç po du më kallëzu se që koha ku ina nasad ju mbështjell senet vëlla. Du më thonë parimisht se ata njerëz që i akuzojnë vllaznin, njerëz të hakut, njerëz të menhegjit tonë me xhavarixh, ata parimisht kallëzojnë që se dinë çka janë xhavarixh. Nuk e dinë çka janë xhavarixh. Xhavarixh kanë mendime në akiden e tyre, e ndreqin kanë baza në akiden e tyre. Prej bazave tyre janë se i bojnë kafira njerëz me gjunah të madh, e para. E dyta, e tani ku më kallëzuar çka janë xhamat tekfir, e tani me e marrë vesh dallimin mes tyre. E dyta xhavarixh i bojnë kafira sahab që kanë marrë pjesë në betejën e Xhemelit, i bojnë kafira. Luftat që kanë qenë mes Aliut dhe Muavijut, kush ka marrë pjesë në to, i bojnë kafira. E bojnë kafir xhavarixh Osmanin edhe Aliun, pi sahabët mëdhej. Gjithashtu i kanë bo kafir, e kanë bo Aishën radhiyallahu anha. Edhe e kanë akuzuar moral. Gjithashtu xhavarixh e kanë mendimin që në bazë nuk lejohet më pas emir, s'ka nevojë më pas emir hiç. S'ka nevojë më pas shteti islam kryetar hiç. Se cili më kon kryetar për veti. Këto janë akaid shkurtimisht pikat e xhavarixhëve. Gjithashtu prej pikave të xhavarixhëve janë se ju kafirun me muhalifehu. Çdo kur që i kundërshton xhavarixh është kafir. Si të më kundërshtosh ti mua, unë jam e kam një mendim caktuar se që kjo vepër është apo që ky njeri është kafir. Si të thuash ti që s'është kafir që ky njeri edhe ti bosh kafir. Kanë shuar pen çështjen e tekfirit thotë që për ditë Pritësia të xhavarixhëve janë se kanë grupe shumë për ditë bojnë, si të bojnë vetë e kundërshtojnë grupin tjetër, dolën për një grupit edhe bojnë grupin vetë e kundërshtojnë njëri tjetrin. La ilaha illallah. Edhe subhanallahu tregohet se i bojnë kafira njëri tjetrin, saqë hoxha kur ka hyrë në hutbe, e ka thuar një fjalë, e kanë bë kafir, edhe i ka thonë ja pendoj apo ta prej na kryet. U pendue, ju nort grupi tjetër, tash i kanë thonë ja, pse e penduat ti ke bë kafir. Bë pendoj domthon pe fjalës, pe teubes, bë teube pe teubes, u ndash më ta folon. Kështu shkojnë, këta janë xhavarixhët. Neve si njerëz nuk dina çka sot xhavarixh. Ti në gjet njerëz që i kanë çto akide. Xhavarixhët e mohojnë prej Kur'anit, se e mohojnë ju ku ka dhua surën Yusuf, edhe surë tjera. Apo? Ku ka që si xhavarixh, ku keni gjetë ju nive. Ndërsa xhamat tekfir, merr në vesh si xhamat tekfir, sot që janë xhamat tekfir në jurën botë, nuk ka pi tyne që i bojnë kafira sahabët. Xhamat tekfir sot që janë në botë, nuk i bojnë njerëzit kafira me gjunahet mëdha o vllazni. As Ebu Muhamedi që është atje, e asaj tjetër as nuk i bojnë kafira. Nuk kem të dosh me livdu ato, jo ullu billah. Mirë, po nuk janë xhavarixh. Nuk janë xhavarixh, sepse nuk i kanë cilësitë e xhavarixhëve. Por e tash çka kanë domun xhamat tekfir, dallimin mes neve dhe xhamat tekfir, dallimin mes ehli sunnetit edhe xhamat tekfir, moje men këto shtinë krye. Se të vjen, dallimin mes ehli sunnetit edhe xhamat tekfir është se ehli sunneti tekfirin e përgjithshëm, tekfirul mutlaq, nuk e zbresin person të veçantë vetëm nëse i plotson kushtet, edhe largohen prej tij pengesat. Këta tekfircat sot nuk kanë kushte dhe pengesa. Ke boti kufër, alatul je dol bidini drejt për drejti. Gjithashtu kanë të selsulun tekfir, zinxhirin tekfir. Për shembull, një shtet është kafir. Nëse ti punon çat shtet, i je kafir. Nëse ti e merr pasurisht në çati shteti, ke bu kufër. Nëse derisa ka ardhur punë aty në që unë ja kum kallzu këto jo për më çer, disa herë vllaznive dy ishin me dy në Medinë edhe tu bullaf. Ky kafir, fa pithet njëri kubre qyshta, a kurs sto ka musliman tha, veç unë ti as qysh bëj kjo. Tha i tha valla tha, po më duket tha që meta vetëm që tha se ti ja nisë më dyshuan kufrin e kafirov, edhe unë kafir. Tha ky i thet po veç ngëkotash. Tha ti unë u buna tha kafir, tha veç ti tha po më duket tha, edhe ti dyshuan kufrin tëm edhe ti unë kafir. A kuptove? Këta janë prej tekfircat janë grup humbur, mirë, po nuk janë prej xhavarixhëve. Gjithashtu
Prej cilësia xhavarixhëve çuçi ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është yualuna ahlul shirki wa yuaduna ahlul islam. I marrin për miq ahlu shirki, njerëz të shirkut, edhe mushrikat i marrin miq, i marrin dosta, i kanë punë më mirë me mushrik se sa me musliman. Unë kohë për një cilësi që i pajtohet dikush me dikën, më jalon në xhavarixh, mas mirë ti më jalon xhavarixh është Rabiu thosat. Se ja i kanë dostllokët mirë Rabiu, thosat me kafira ja kurkosh. A mora vesh? Gjithashtu domon. Këta njerëz e kanë thonë xhavarixh tash ju thonë pse këta dolin kundrej priso besimtar. Audhu billahi alazim. Domon nëse çdo kush që del pri prisa besimtar, Muawiu radiallahu anhu të ka xhavarixh. Sepse Muawiu nuk e ka pranuar hukmin e Aliut radiallahu anhu për kusht të caktuar. Audhu billahi me thon dikush këtë fjalë. Gjithashtu Aisha dhe Abdullah ibn Zubair dhe Talha të kanë xhavarixh. Sepse se kanë pranuar domun, se kanë ngue mirë, mi ndon kundër Aliut radiallahu anhu. Subhanallahu alazim. Hasani ndjole Aliut radiallahu anhu që se ka pranuar sundimin e Zubairit, ka bu shtet veti, ato ka xhavarixh. Abdullah ibn Zubairi që se ka pranuar shtetin e Emevive, e ka luftuar domthon me Emevit, ka luftuar me Haxhaxhin, ato ka xhavarixh. Dietar të mëdhenj islamit që kanë luftuar me Ibn Ash'athin kundër Haxhaxhit, sikurse Said bin Jubairi, to kanë xhavarixh. A ç'është do të më thonë? Mar Allah këtu. Kjo fjalë është fellma ne. Po subhanallah. Përveç kësaj, këtyre këta njerëz. More Allah subhanallah. Unë po them njerëz që kanë dalë prej dietarëve të metit e kanë kundërshtuar një tjetër si kanë nejtë në sundim për shkak të gjunove që i ka bë. Ju ndole kur kush i ka thonë xhavarixh. Tash na ose disa prej në mujahidave, dietarët që dalin kundër shtetit, donë që janë kufër kanë pi fillimit të krye, janë xhavarixh. Subhanallah alazim, Saudi vëllai nuk mujna Saudin me zër me bu shtet islam. Ai s'po don më kon shtet islam. S'mujna me zër me thon bën shtet islam. Kha inshallah taala. Këto dallimin mes xhavarixhëve dhe xhamat tekfir, por çata njerëz thonë këta janë xhavarixh. Kur thën dikush kush është xhavarixh, vallahi billahi vëllai po më thet kur isha në Egjipt çush janë ata xhavarixh. Çush janë ata xhavarixh atje. Edhe pe vetë thash kush janë xhavarixh? Vallahi po hoj, talebe pi Saudis. Vallahi pe vetë thash kush janë ata xhavarixh? Janë kështu, jo thash kallëzëm konkretisht, çka janë thash xhavarixh? Çka ke po diçka pe xhavarixhve? Jo po tha i thojnë lënësit namazit kafir, pse kush i thotë usta? Jo spota për qëllim ata tha po tekfirca. E çka janë thash tekfircat? Valla. Jo nuk di ti më ka thënë tekfirca, ata që i bujnë kafira njerëz. Po krejt musliman ti bujnë kafira njerëzit. Na i bujnë jehuditët, krishterët, mushrikët, i bujnë kafira, tash krejt musliman të kanë tekfira. Jo, po unë e kam për qëllim ndryshe, e kështu shkurt ti vetë kur thet dikush që filon është xhavarixh, vetë vallahi në halos se din çka janë xhavarixh dhe tekfir, por çata tani i vjen lehtë me e qit pe gjuhës vetë këtë shprehje. Inshallah.